Nuk e shtyri do të muajin nga rritja e çmimeve dhe të ardhurat e pamjaftueshme, mos u ankoni. Madje sipas Edi Ramos duhet gëzojeni sepse vitet e fundit Shqipëria po pson një rritje ekonomike në nivele të jashtëzakonshme. Shqipëria është vendi vetëm në botë ku rritet edhe ekonomia, rritet edhe numri i shqiptarëve që largohen nga Shqipëria. Mirë, si ta kuptojmë këtë rritje ekonomike formale për cilën flet Edi Rama? Ta zëm se unë ha një pul të tërë dhe ti që më dëgjon nuk ha asgjë. Mesatarisht secili prej nesh ka ngrënë nga një gjysmë pule. Kjo është rritja ekonomike për cilën flet Edi Rama. Rritje e vërtet ekonomike kanë oligarkët cilët kanë fitime marramendse duke kontrolluar sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare dhe duke përfituar koncesione dhe leje ndërtimi nga qeveria. Rritja ekonomike të vërtet ka për trafikantët cilët pastrojnë parat e bëra përmes trafikut lëndëve narkotike duke investuar në Bregdet apo në sektorin e ndërtimit. Rritja ekonomike të vërtet ka për pushtetarët e korruptuar cilët marrin 20-30% të çdo kontrate publike dhe e fusin në xhep. Tani që të kemi rritje të vërtet ekonomike, na duhet një model i ri zhvillimi, një model që jep përparësi prodhimit dhe i shpërndan të mirat e rritjes ekonomike tek e gjithë shoqëria. Që të ndodhë kjo, duhet që të luftohet korrupsioni dhe të hiqen thonjtë e oligarkisë nga fyti i shtetit. Lëvizja Bashk ka vullnetin dhe idet për t'i bërë këto objektiva realitet. Prandaj ju ftoj të na bashkohemi.